në objekt, ka matur objekte dhe i ka matur ku i ka dash shefi atia. Ky person me të cilin po komunikojmë në telefon është Mirel Elmazaj, përfaqësues i kompanisë Elmazaj Construction, e cila ka ndërtuar 2 pallate që kanë postuar zhytje. Doja të diskutoja me ju lutem, në lidhje me skandalin e Durrës Marina, duke qenë se ju keni qenë një nga nënkontraktorët e punimeve. Pse quheni skandal? Se nuk e kuptoj, pse quheni skandal? Duke qenë se janë fundosur, janë zhytur? Kush të tha që janë zhytur? IKMT-ja, punojnë si tuaj, nënkontraktorët, konstruktorët. Këto janë procedura normale të ndërtimit. Pse janë zhytur? Si janë zhytur? Domethënë IKMT-ja dhe keni kontrolluar në Shqipëri? ne po flasim për pallatet ku ju keni bërë punime në Durrës Marina dhe ne kemi informacion që janë zhytur 18 dhe 28 cm zyrtare nga shteti dhe nga konstruktorët. Ato din ata, s'ka lidhje. Një herë kush tha që janë zhytur, pastaj e din ata. Në këtë aferë me mbi 3 miliard euro, çdo dështim ka kosto. Prandaj të gjithë mundohen t'ia faturojnë njëri tjetrit. Po ju nuk e dini që janë zhytur duke qenë se keni punuar atje. Patjetër që e di. Ku ka qenë problemi që janë zhytur pallatet? Asnjë problem nuk ka. Është normale? Është normale? Është normale sipas? Shumë normale. 18 dhe 28 cm? Ja shifra të dhëna gabim. E kupton sepse juve bëni investigime pa pyetur kontraktorin, bëni investigime fshehur, pa pyetur njëri që është teren, pa pyetur një projektues. Sipas zotit Elmazaj, në investigimet tona duhet të njoftojmë njerëzit përpara dhe pasi të na japin okej, të nisim punën. Problemi është se në një emision të tillë gjërat nuk funksionojnë kështu. Shteti IKMT-ja nga i gjeti këto shifra. Shteti IKMT-ja është shtytur nga juve, sepse juve bëni presion edhe vin kot për t'ju mbyllur gojën juve dhe për t'ju mbyllur gojën publikut, vinë edhe japin deklarat kot. Nuk ka lidhje fare kjo. Ka 28 cm, nuk ekziston 28 cm. Ti mban përgjegjësi për këtë që po thua, sepse kjo është shumë e rëndë, është akuz shumë e rëndë. Edhe nuk është 18 cm. Aty është 18 cm. Tani, ta marrim vesh një herë mirë. Është apo nuk është 18 cm? Se u bëm lëmsh të gjithë. Nuk ta jap dot të përgjigje. Çdo gjë vjen nga projektuesi. Unë dua të di, kur e morët vesh që po ndodhte ky problemi, kush e monitoron? Supervizori? Po patjetër. E monitoron ne supervizori gjithë. E keni lajmëruar ju kompaninë që ka ndodhur kjo zhytje? Patjetër. E çfarë masash janë marrë? Jo, po nuk e di. E di kompania atë punë. Unë jam zbatues projekti, zbatoj projektin. Ato pilota duhet të ishin bërë me beton apo me çakull? Të gjitha metodologjitë përdoren në ndërtim. Nga eksperienca juaj në një terren ranor sismik? Nga eksperienca ime, ato pilota që janë vendosur në Durrës janë më të mirat që funksionojnë për rastet e tërmeteve. Prandaj ato janë më të mirat e mundshme. Pastaj duheshin alternuar dhe pilota betoni apo s'duheshin këtë e di projektuesi. Në fazën ndërtimore të gjitha objektet zhytet. Pra edhe IKMT-ja ka bërë një gabim. Ku? Ka ardhur në objekt, ka matur objekte dhe i ka matur ku i ka dash shefi atia. Unë kam monitorimet të objektit, mund të kërkonte llogaritë nga ne. Si ka kërkuar? Po nuk i ka kërkuar pra. Nuk është 28 cm po them, është 18 cm. Për këtë jemi të qartë, edhe pse nga informacionet tona të besueshme janë rreth 20 cm më shumë. Po them që i ka matur gabim, edhe IKMT-ja i ka matur gabim. Ju çfarë po bëni momentalisht në ato objekt? Po punojmë. Po përforconi, po bëni ndonjë gjë? Masash? Jo, po bëjmë rifinitura të objektit, jemi drejt përfundimit. Nuk po zbatoj projektin në 100%. Nuk kam devijuar asnjë centimetër nga leja e projektit, nuk kam devijuar asnjë centimetër nga specifikimet e projektit. Kaq është detyrimi im. Jo Mirelin, unë kontraktorisht e di që kam ndaluar të dash për juve. Keni nga Durrës Marina? Po. E kam të ndaluar t'ju jap informacion, edhe marr penalitet. Pra, Durrës Marina, përveç se ende nuk ka dalë me një reagim zyrtar për këto problem që cënon interesat e shqiptarëve, pas ka vendosur edhe të penalizoj çdo që mund të zbardhë të vërtetën e zhytjes së 2 pallateve të saj. Duke qenë se Elmazaj insistoi shumë herë të drejtohemi te konstruktori, ne ndoqëm këshillën e tij. Si kaluat? Do t'i pa pasi, si dukesh? Unë jam Matilda, jam gazetare nga emisioni Piranja. Po? Kam ardhur të pyes në lidhje me pallatet e Durrës Marina, të cilat janë zhytur. Po do më presësh pak se kam një zoom tani. Okej, t'ju pres këtu jashtë dera sepse është shumë e rëndësishme. Po. Do më japësh një përgjigje për skandalin më të madh, për si të keni qenë konstruktor apo jo? Po. Gjithçka okej, të paktën kështu dukej në fillim. Inxhinieri pranoi të fliste me ne, kështu që s'na mbeti gjë tjetër, veç se ta prisnim derisa ai të mbaronte programin e tij. Por teksa qëndrojmë në korridor, pas pak sekondash shfaqet bashkëshortja e tij. Bashkëkonstruktorja më saktë. Keni bërë gjithë projektin. Sot sa ulje të vogla. Ulje shumë të mëdha të me probleme, e thotë institucione shtetërore këtë pjesë. Pavarësisht uljet janë nuk janë normale. Konsiderueshme. Tani janë të vogla apo të konsiderueshme? Çfarë përgjegjësi mbani ju lidhur me këtë, duke qenë se keni projektuar, keni qenë konstruktorët? Pa diskutim, çdo gjë që bëjmë është me përgjegjësi, me deklarat përgjegjësi dhe mbajmë deri në fund pa diskutim. Keni qenë okay ju me punën tuaj? Pa diskutim që po. E di çka kam bërë, si e kam modeluar, si e kam llogaritur, si është bërë objekti. Po pse kemi ardhur në këtë situatë? Faktorët janë pafund.
Pse kemi ardhur në këtë situatë? Ka çështje zbatimi, janë shumë gjëra, ndaj Kush nuk e ka zbatuar si duhet projektin tuaj? Edhe unë nëse ju a them ju, mundet të mos i kuptoni. Po jo, mund ta sqaroni dhe pastaj mbetet në përgjithësinë tonë kuptojmë apo jo. Them se nuk jam gati. Gjetë shumë pa përgatitur sapo erdha në zyrë. Diçka tërësisht normale kur bëhet fjalë për sqarimin e një projekti dhe problemeve që ka shkaktuar. Okej, faleminderit, po e presim këtu. Faleminderit. Por, ndërsa presim, Po zoti Papa, faleminderit shumë.